Aktori i mirënjohur kosovar Çun Lajçi i ka dërguar një mesazh Gjestit, banorit të shtëpisë më të famshme në Shqipëri këtë edicion, teksa i ka befasuar të gjithë me mesazhin e tij. Gjesti, një djalë i vogël i sinqert që dashuron në mënyrën e tij. Gjesti ndjenjat nuk fshihen, por një gjë ta them. Ti ke rënë kokë e këmbë brenda në dashuri. Beso tek eglit, bukuroshe, të uroj fitoren gjest, shkroi Çun Lajçi. Na duhet të rikujtojmë se Çun Lajçi ka bërë dhe deklarata të tjera, duke deklaruar se Gjesti nuk diti ta mbajë eglin. Dhe tani, ai dërgoi një mesazh brenda shtëpisë së famshme, duke përforcuar më shumë këtë mendim. Vlen të përmendim faktin se Gjesti është njëri nga banorët më favorit të këtij edicioni të shtëpisë më të famshme në Shqipëri për ta fituar. Se çfarë do të ndodh, na mbetet vetëm të presim në finalen e madhe të 19 prillit. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.